Për 56 vite Forumi Ekonomik Botëror në Davos të Zvicrës ka qenë mbledhja kryesore e elitave globaliste. Drejtor ekzekutiv, miliarder, krerë shtetesh, njerëz që supozohet se drejtojnë botën, takohen çdo janar në një rezort skish në Zvicër, për t'u dhënë leksione gjithë të tjerëve, rreth ndryshimeve klimatike, qëndrueshmërisë, për mënyrën se si duhet të ushqehen edhe me insekte, dhe se si të mos zotërojmë asnjë pronë për të qenë të lumtur. Por këtë javë po ndodh diçka e paprecedent. Edhe media liberale po e pranon këtë dhe po dërgon valë tronditëse për të gjithë establishmentin globalist. Hidhini një sy këtij titullit nga Daily Mail, Vdekja e Davosit. Është një titull provokues, por nuk po i bën jehon askush tjetër, përveç New York Times. Diçka din, apo jo? Ndërsa Davosi mblidhet, nderimi ndaj Trumpit po shoqërohet me disa fletushka ku në disa rreshta shkruan këto për pjesëmarrësit. Retorika tradicionale e Forumit Ekonomik Botëror është e përqendruar në integrimin global, ndryshimet klimatike dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Jo më, asnjë bashkëpunim me Trumpin, asnjë kompromis, asnjë ndryshim, nënshtrim apo dorëzim. Ajo që po dëshmojmë këtë javë nga Davos nuk është vetëm një ndryshim politikash, por një përmbysje e plotë e fuqisë globale. Dhe elitat e dinë mirë këtë. Për dekada të tëra, Forumi Ekonomik Botëror përfaqësonte një botkuptim specifik që kishte në thelb integrimin global, bashkëpunimin shumëpalësh, veprimin për klimën, drejtësinë sociale, mandatet ESG, kapitalizmin e palëve të interesuara të Klaus Schwab, ku korporatat pretendojnë se kanë qëllim shoqëror, ndërkohë që zbatojnë politika drakoniane që deindustrializojnë Europën dhe shpërndësojnë njerëzit në pamundësi për të blerë qoftë edhe një shtëpi. Gjithashtu, një pakicë e vogël e elitave globaliste shpresonin të bëheshin trilionerët e parë në botë, vetëm brenda pak vitesh. Po, duke ju marrë juve gjithçka, mes këtij kapitalizmi të palëve të interesuara, në thelb komunizëm, do të sundonin botën. Por ja që u shfaq Trump, burri që ndërtoi presidencën e tij së pari mbi Amerikën, burri që u tërhoq nga marrëveshjet e klimës së Parisit, presidenti që sapo kërcënoi të vendosë tarifa për 8 aleat të NATO-s, nëse nuk e lejojnë të blerë Groenlandën. Trump është folësi kryesor në një institucion që supozohet se ekziston për të promovuar gjithçka që ai kundërshton. Pse e ftuan vallë? Dhe më e rëndësishmja, pse pranoi? Miqtë e mi, Trump nuk do të shkojë atje për të bashkuar me ta. Ai po shkon atje për t'i dominuar ata, për t'i treguar çdo CEO-je, çdo kryeministri, çdo bankieri në atë sallë, saktësisht se kush është tani në krye. Provat se kush është në krye janë shumë të qarta dhe po funksionojnë. Ekonomisti politik Mark Blue tha troç, kjo është vdekja e Davosit. Nuk ka më asnjë rëndësi ky takim, asnjë. Atëherë, pse po shkon Trump në Davos? Po shkon për t'i goditur kokës dhe për t'u thënë se kush është në krye. Po i informon se, nëse nuk pajtohen me të, nuk kanë më asnjë rëndësi, dhe do e shihni panikun tek ata, në kohë reale transmetimi. Përsëri, programi zyrtar i Davosit përfshin ende sesionet e tij rreth automjeteve elektrike dhe objektivave klimatike dhe tema të ngjashme. Por këtë vit, fjalët kyçe që dikur dominonin taksimin e drejtë, antikorrupsionin, qëndrueshmërinë, çështjet sociale nga mesazhet zyrtare të forumit, po zëvendësohen nga inteligjenca artificiale, kriptovalutat, qëndrueshmëria ekonomike. Është fakt se asnjë grup parimesh nuk mund t'i bashkojë më njerëzit që po shkojnë në Davos, pasi vetmi parim që ka rëndësi tani është mos u mërzisni me Donald Trumpin. Dëshironi prova? Shikoni kush nuk do të jetë në Davos këtë javë. Danimarka, aleati i Amerikës në NATO. Një vend që ka qenë pjesë e Aleancës Perëndimore për 75 vite, po bojkoton Davosin. E dini pse? Sepse Forumi Ekonomik Botëror u dërgoi ftesa zyrtare, zyrtarëve dhe kompanive të Groenlandës për të marrë pjesë, si një entitet i pavarur dhe i ndarë nga Danimarka. E dëgjuat mirë besoj. Kopenhaga e quajti këtë shkelje të normave ndërkombëtare të vendosura dhe një ndërhyrje në sovranitetin e Danimarkës. Por ja që forumi po e trajton që këtë javë Groenlandën si të jetë e shkëputur nga kontrolli danez. Kjo është pikërisht strategjia e Trump. I bën të gjithë të shtiren për situatën, përpara se Danimarka të hyjë në negociata. Por ja çfarë nuk duan të pranojnë në Europë? Faktin që Trump ka ndikim mbi gjithçka. Edhe pse demonët në Davos e dinë mirë këtë. Kur Trumpi u shfaq për herë të fundit në Davos në vitin 2018 gjatë mandatit të tij të parë, klasa e elitës u përpoq ta paraqiste atë si një përplasje botkuptimesh, u paraqit si Trumpi nacionalist kundër Davosit globalist. Por këtë herë, Trumpi nuk po vjen si nacionalist, por si një civilizacionalist, një titan politik që po rihartëzon botës. Globalistët e dinë,
po e shohin dhe po kuptojnë gjithashtu se koha e tyre ka mbaruar. Rendi i tyre botëror, rendi ndërkombëtar liberal globalist ka mbaruar. Një epokë e re kozmike e shteteve të qytetërimit ka filluar dhe ata. Demonët pra, po dorëzohen plotësisht. Fjalimi i Trump këtë të mërkur nuk do të jetë përgjetjen e një gjuhë të përbashkët, apo se si të mund të punojmë të gjithë së bashku. Fjalimi do të jetë teza për përcaktimin e kushteve. Ai do u tregoj 3.000 udhëheqësve politik dhe të biznesit, nga mbi 30 vende të ndryshme, se çfarë do të ndodhë saktësisht dhe se nuk do të ketë zgjidhje tjetër. Miratime të shpejta për inteligjencën artificiale dhe infrastrukturën energjetike në Amerikë, deregullim, tarifa për çdo që nuk bashkëpunon, fund për të gjitha marrëzit e marrëveshjes së re të gjelbër, kontroll amerikan i aseteve strategjike si Grenlanda, pavarësisht nëse i pëlqen apo jo Europës. Dhe ky mesazh tashmë po përhapet përtej Europës. Para se Trump të ngjitet në podium, shumë analistë parashikojnë se Trump do të ndërpresë ndikimin e Forumit Ekonomik Botëror dhe do të dërgojë mesazhin se epoka e dredhive globaliste ka mbaruar. Ndoshta do u flasë për zbulimin e mashtrimit zgjedhor. Kjo është çështje që trondit sistemin, mes faktesh që po dalin nga arrestimi i Nicolas Maduro në Venezuelë. Me sa duket, tani Trumpi po hap provat rreth sistemeve të votimit smartmatik, të krijuara në Venezuelë, që ju shitën të gjithëve, duke manipuluar zgjedhjet në të gjithë botën, ashtu siç bën edhe në Venezuelë. Nëse kjo çon në zbulime rreth paregullsive të zgjedhjeve të vitit 2020 në shtete si Georgia apo Arizona, kjo nuk do të shkatërrojë vetëm besueshmërinë e demokratëve, por do të detyrojë Senatin të miratojë aktin e shpëtimit, i cili kërkon identifikimin e votuesit, fletët e votimit në letër dhe numërimin me dorë, dhe do të ishte padyshim një rivendosje e plot e integritetit zgjedhor amerikan. Kjo është ajo që Trump po bën në të vërtetë në Davos. Ai nuk po negocion me elitën globale. Ai po u tregon atyre se i gjithë sistemi i tyre, ai ku miliarderë dhe burokrat të pasgjedhur vendosin politikat për kombet sovrane, ka marrë fund. Këtë javë, Trump do të hyjë në selinë e globalistëve duke u thënë se koha e tyre ka mbaruar dhe ata do ta duartrokasin. Ndërsa ne shohim drejt për së drejti shembjen e 56 viteve të konsensusit globalist. Jo sepse Trump i bindi ata se ai kishte të drejtë. Jo. Thjesht u demonstroi atyre se pa pushtetin amerikan ata nuk kanë pushtet. I gjithë rendi pas luftës së dytë botërore, ai i përqendruar në sigurinë kolektive dhe tregtinë e liberalizuar, por i shkruhet në kohë reale nga një president. Elita globale nuk mund të bëjë asgjë tjetër përveç se të shtrojë qilimin e kuq, t'i jap atij vendin e folësit kryesor dhe të shpresojë se ai nuk do ta çmontojë plotësisht ndikimin e tyre. 56 vite Davos dhe Donald Trumpit ju desh saktësisht kjo paraqitje e sotme, për t'i treguar botës se kush është vërtet në krye. Mast Channel. Please subscribe.